Jemi me Hoxha Ahmet Kalan, vazhdojmë Viola. Meqense ne e prekëm pak edhe në fillim pjesën Hoxh të mediatizimit edhe të mesazheve të tua të cilat bëhen virale, tmerrsisht virale, patjetër që duhet këtë pat edhe momente keq kuptimi. Normale. Të shpeshta besoj. Tani të shpesh ose të rradhën e thua ti? Po ka pas, normal. Okay. Ka pas. Dhe mund ta gjesh veten në qendër të ndonjë stuhie mediatike kështu. Edhe mediatike, po edhe nga ana e njerëzve, të dërgoj të fort fare. Po kthesha një ditë nga Kosova dhe më merr në telefon një numër që nuk mund ndajte gjatë gjithë rrugës. Po duke thonë përgjithës, po nesa hap telefon, pa hapa me voce. Për shef, kështu për gallat. Isha vetëm. Isha me çaçun në. Po nga Kosova. Alo. Ora tha. Tur pjesë më thamë. Thashëm po pse më? Si tha, ke marrë mesazhin në nusës time, tha ti pse s'më gjon dhe muti çfarë them unë tha. Tani ajo shkreta ka kujtuar se nusja e saj është ankuar për të, edhe unë kam lexuar mesazhin e nusës. Ajo kishte marrë këtë personale muhabetin, e kupton? Po thashëm në po çon ti mesazh tjetër, thash. Ta lexoj edhe. Që ta lexoj dhe atë mesazhin tënd. Po, sa i takon, domethënë, po. Ka pas, domethënë, dhe shkëputje problematike që domethënë, komplet unë kam thënë diçka tjetër, ndërkohë që është vendosur në një kontekst tjetër. Ka pas situata të tilla, që më kanë vënë siklet me të drejtën, sepse në vite i natë unë kam folë për gjë tjetër, është në vesh diçka tjetër. Mund të na thuash në një rast, nëse mund ta ndash me ne? Tani ndoshta e kam fjalën për shembull për ku diun, çështje edhe të natyrës publike. Siç është kjo ajo muhabeti i vjerrit, vdiq vjera. Ka disa njerëz që kanë interpretuar shumë keq. Po. Se është shkëputur aty. Po, pse bëhet një po çka ka për çështu i ka asaj ka vdek vjerri dhe vjera, ai çuni kush e di se është ndjer pra personale situata kur ka dëgjuar që gruaja e tij ka bë pyetje për vjerrin dhe për vjerrin dhe hoxha qesha, kupton. Po më valla ti dëgjoj deri në fund, madje për këtë fiks jam detyruar të bëj një kështu status të madh. Videoja e plot, dëgjojeni jo njerëz se është shkëputur. Edhe po ta shohësh origjinalin thamun. Edhe fata edhe pastaj tash më një herë, astagfirullah, se nuk e kisha për qëllim. Pra edhe unë e pash që ndoli kështu, kupton? Po kush të fal, nuk të falin sa. Nuk të fal, interneti sot nuk të fal. Po si se patjetër, komentet janë gjithmonë shumë pozitive, po ka edhe nga ato që po normal. Ja t'jap një shembull me qenë pyetje për shembull. Një çuni ditëve në xhami dhe kishte urus. Çe? Makina modeli fundit. Okay, urus. Urus. Edhe i themun tashun gjatë nda marrun këtë i tashun. Bëj xhiro. Edhe thash ti më filmoj tash ti çun. Edhe më filmon, edhe bëj çik gallapun, themun çfarë themi? Ajo makina portokalli. Po. Lamborghini Urus. Portokalli, po, more po. Edhe themun kur i bëj makinë, themun duhet themi kështu. Edhe me këmbën e djathtë. Me këmbën e djathtë. O zoti. Çu bën nami, po hoç, po me çka këmbë mund të hym në makinë tjetër vetë. Leja atë është halal, s'ka problem, po ku i gjen parë ti më. Ne po vdesim për bukë këtu më. Edhe më ekstremi kësaj gjë shkoi dhe u bë emision vetëm për këtë punë në një nga televizionet. Nuk do të them. Unë gjej shpesh këtë. Emisioni ishte si e gjykoni ju, të nderuar pjesëmarrës, që Hoxha Ahmet Kalan ka hyrë makinë Lamborghini, kupton ti çfarë bëhet tu vëllai? Për zotin ti a e shijove xhiron? Xhirove po këtë jetësinë e këtyre muhabeteve me thënë e kam përjetuar. E ke përjetuar. Sepse nuk ishte qëllimi im. Qëllimi im ishte për qef, për gallat. O vlla, njëri jam edhe unë kam edhe unë dëshira në jetë. Kam qef edhe unë tipin Lamborghini. Jo, më vlla ti je hoxh. Ja, e shoh ngomar. Çka ka në gjë për mua sot? E shoh shpesh herë këtë gjë, në shumë komente. Po mi blini çantat shtrenjta, ne s'kemi bukë për të ngrënë. Sa ti ka ngel punën me fjalë. Bëni këtë, bëni atë. Pra, pse e krahasojmë jetën tonë me jetën e tjetrit? Dhe pse ja dëshirojmë tjetrit të... Ti dole të ka që ta shumë para... Zilia. Kemi ne të zhvilluar, tash krahasueshmërinë kemi ekstrem të zhvilluar. Sepse, ta them unë arsyeën, ne kemi ardhur nga një kohë që kemi vuajtur te kjo pjesa e materializmit. S'kemi pas. Edhe në moment që dikush ka dhe ecën mirë, aktivizohet. Tek brezi i ri nuk është më kjo, ama kjo brezi moshës tonë e kemi akoma të zhvilluar.
Shumë kalamajt tanë për shembull nuk e kanë më këtë gjën. Nuk e kanë. Pse se nuk është si u mungon gjë dhe jeta zhvillohet. Me po ky brezi që ka ardhur, domethënë që është në le të themi mosha 35, 65 ose 40, 65 ka zhvilluar sepse ka ardhur në një sistem që Dhe kjo nuk e lë. Edhe kemi çik paragjykimin, kemi ne pak paragjykimin, domethënë se ky që ka bërë këtë sigurisht që Pa pse më me punë ndershme bëri. Urusin. Shkruajti një çka kisha trajtuar një temë. Po a ke dalë më atë urusën të them unë. I them kështu. Dgjoj tashun, ajo nuk ishte ime, po unë i pa përqef. A u qetësove tani vlla pyetje. A u qetësove që s'ishte ime, u kënaqe tani. Po këto komentet negative nuk i përjetoni keq, i merrni me humor. Përveç kur ka ofendime kështu personale që të ofendojnë, po për pjesa tjetër pastaj merrem, unë kështu i them, është thotë ju jeni arab, shifun emrin Isuf. Të më ti ke emrin arab, valla mos më fol. Jemi popull i lezetshëm. Pse flisni arabisht, ndërkohë që pyeti përgjigjesh gjithë shqip. Po pse flisni, po ku është arabisht më valla? Sot Ska ditë shqip. Mendoj që këta në gjëra që nuk e prishin, domethënë atë. Megjithatë ka edhe momente kur ke përgjegjësinë e një mesazhi të rëndësishëm publik përpara xhamatit, që mund të lidhet se nuk e di me një moment politik, me një deklaratë të fortë publike, pra me gjëra që janë serioze. Po aty pastaj do të jesh serioz normalisht. Dhe mbi bazën me cila është rëndësia mbi të cilën ti përzgjedh mesazhet, po them ato, po i fus mesazhet serioze. Për shembull, mbaj mend përgjigjen që i ktheve Bemblushit. Aty nuk mund të bësh shaka për shembull. Jo, nuk e kam fjalën te shakaja. E kam fjalën tek rëndësia, momenti i rëndësishëm i kthimit të një përgjigje, kur e gjykon ti, po them. Çdo njeri ka sepse je një person që ke një përgjegjësi të madhe publike, do thoja. Absolutisht, e di këtë pjesë dhe mendohem shumë herë përpara se të bëj një reagim. Pra, më kap dhe mund një emocioni, normalisht, po mendohem, domethënë dhe mundohem të jem sa më rigoroz, sa më i shkurtër, pa e zgjatur, edhe pa prekur, si më thon, individët, po prek fenomenin. Përveç se nëse rastin, siç u përmend rastin fjalë që ai domethënë ka bërë një përmendje të xhamisë Rrugës Kavajës, atë normalisht që duhesh një përgjigje. Po ta dëgjosh mesazhin të plot, më thonë unë kam trajtuar, domethënë se nuk është sepse nga pasazhet e tij thoshte sa e ka dëmtuar Islami Rrugën e Kavajës, nuk e ka dëmtuar komunizmi. Sa e ka dëmtuar Islami Rrugën e Kavajës, nuk e ka dëmtuar komunizmi. Ishte pastaj, pra ishte qartë zi mesazhi që i drejtohej xhamisë dhe Islamit, edhe nëse do ishte xhamia Rrugës Kavajës shumë problematike, ti mos thuaj Islamin, valla. Sepse sepse po flet për një ndërtesë, për një besim. Edhe domethënë dua të them domethënë që këto pastaj çdo njeri ka parametra, si çdo qendrim që mund të mbajë dikush që ka rolin e liderit. Në rastin tim unë jam lider aty tek xhamia, po thej si xhamis, normalisht që edhe unë do të shoh pastaj kur ja vlen, kur nuk ja vlen, edhe masa se sa duhet të azhurnohem në gjën dhe sa duhet të rriqem. Ishte rasti, beson, po ta bëj pyetje drejt rasti një islamofobie? Mendoj se ka shumë ngjyra tek islamofobisë. Po, absolutisht po. Absolutisht po. Sepse është bërë një krahasim mes muslimanit dhe islamikut, që faktikisht gjithë normat e islamikut aty janë normat e muslimanit. Pra, mendojnë që është krahasim i paqen, që nuk i paqen. Mund të ishte saktë thoshte muslimanit dhe radikalit islamik. Muslimanit dhe ekstremistit, për shembull. As radikal islamik nuk apo po themi mund të përdorte. Po jo thosh mes muslimanit dhe islamikut. Në radhë parë termi islamik nuk ekziston askund në gjuhën fetare. E dyta, ti thua muslimani pin raki, islamiku nuk pin. Po ku është kjo gjë më? Aman se po ktheheshim gjithë musliman. Po, aman më ku është kjo gjë se do ishim bot gjithë musliman valla. A kupton? Mendoni që shpesh feja është e keq interpretuar? S'ka dyshim që mund të ketë momente keq interpretimi, po unë mendoj që ky brez i ri i teologëve dhe i hoxhallarëve është një brez i mirë
studiuar, domethënë, që kanë studiuar, kanë lexuar. Nuk është më, si më thon, brez i autodidaktëve. Pra njerëz që kanë marrë shkollën me të dëgjuar ose çka ka pas thonë ai hoxha tani po i thot ky tjetri. Tani bota është me lexim, me gjithë janë të, domethënë, edhe në mënyrën se si njerëzit, pra po flas për njerëz thjesht, jo për ata që detyrimisht bëjnë një. Pra, dikush pretendon që është njëri më i mirë se sa unë që nuk fal pesë vakte sepse ai shkon fal. Normalisht çdo bashkësi ka edhe ato firot e veta. Edhe ne si bashkësi normalisht do të kemi njerëz që nuk i kapin gjërat ashtu siç duhet, nuk i mendojnë gjërat ashtu siç duhet. Po faktikisht, domethënë, në Islam thuhet mos paragjyko. Është shkruar aty, mos paragjyko. Okay. Sepse zemrat e njerëzve, mendimet e njerëzve i din vetëm Zoti. Kështu që mund të jetë dikush që s'ta mush synin fare, po mund të jetë shumë mirë se sa dikush tjetër që ty duket wow. Kështu që nuk është kjo punë që ne gjykojmë. S'na ka lënë Zoti neve këtë pjesë. Po, unë atë që sillet mirë trajtoj të mirë, atë që sillet keq e trajtoj si të keq. Ai mund të jetë shumë i mirë, po unë bëj çfarë ai përgjigjem sjelljes së tij, po që të gjykosh pastaj në brendësi të njeriu, pastaj kjo s'na takon neve. Dua të të bëj pyetje. Përgoj që unë po ha bonon për të bëf të mirë. Të bëf të mirë. Unë mua s'po më hahet për momentin, po do të them që do më hahet. Po ha. Dhe po ha atë që donte Martini. Jo, po marr një kështu. Merr një kokoshkë. Se kur erdha në fillim thashë pas keni bosh, po e mbushët bravo. Me kokoshkat e Cineplex, po e marr edhe një unë. Hoxh. Bëj bismillah. Me bismillah.